Dashur miq, po takojmë bashkë këtu te emisioni Këndi i Diskutimit. Këto ditë në xhaminë e Veternikut në Prishtinë është mbajtur një takim me mërgjimtarët si shenjë mirënjohjes dhe shprehjes së falënderimit për kontributin e tyre të dhënë vazhdimisht në vendlindje. Pse është e rëndësishme shprehja e kësaj mirënjohje dhe si ti presim e respektojmë më shumë bashkëdhetarët tanë të cilët veprojnë në vende të ndryshme të botës, do të flasim sot me Hoxhën Sadat Rustemi. Mirë se vjen Hoxhë. Mirë se vjen. Fillimisht do doja të ndalemi tek ideja dhe pse vendosët të organizoni atë mikpritje për bashkëdhetarët që tashmë po bëhet tradicionale në xhamin tuaj në Prishtinë. Po bëjar. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin e Madhreshëm për gjitha mirësitë e Tij, salavatin e pejgamberit alayhis salam. Patjetër që çdo punë e ka një piknisje dhe ka një ide që i ka parapri, ndoshta ka vite që si ide qëndron dhe ekziston, po Zoti ka caktuar që këto vite të fundit me realizuat ide të kahmotshme. Arsye ndoshta janë edhe personale, edhe të përgjithshme personale, sepse kemi punu një kohë si imam në Mërgate, pastaj shkojmë vazhdimisht, këto janë si arsye ndoshta personale, po arsyet përgjithshme janë krejt ato që po shohim edhe, që po e jetësojmë dhe kontributi tyne është ajo që na ka nxit me bë diçka edhe më të veçantë se ajo që po i bëjnë gjithë, se të gjithë janë të bëjë mirë, do thotë populli ynë, do thotë në Kosovë, po jemi munduar që të bëjmë diçka më të veçantë që ata të njihen edhe më mirë dhe më komod kur të vinë në Kosovë. Dhe në fakt bashkëdhetarët posa të vinë në Kosovë i vizitojnë xhamijat sepse i merr malli që të marrin pjesë në namazet ditore në xhami në Kosovë, që i bjerë rrjedhimisht ata janë të pranishëm në xhami vazhdimisht kur vinë në vendlindje. Mirë po, ju organizuat diçka më speciale për ta. Ajo që ju po e thoni është e vërtet, do thotë që Mërgata jonë gjithandej, do thotë ka do që qëndrojnë ata, xhamin e kanë pjesë të jetës tyne, sepse e kanë kuptuar që shpëtimi i të ardhmes tyne është xhamia. Edhe këtë po e them jo vetëm për ta thonë, por po e them me shumë fakte, për faktin se e kanë gjetë veten në xhami për ta ruajtur fenë, për ta ruajtur identitetin, për ta ruajtur kulturën, për ta ruajtur gjuhën, për ta ruajtur farefisnin. Edhe këtë shprehimisht e thonë Mërgata dhe ne e gjejmë gjithandej ka do që shkojmë kur kemi ndonjë ligjërat ose seminare të ngjashme, e vërejmë, do thotë sepse janë pranë njëri tjetrit dhe kur vinë vendlindje, do thotë këta vetëm se e vazhdojnë, po themi të njëjtën qasje të jetës. Megjithëse përjetojnë më shumë. Patjetër përjetimi, sepse është në pyetje ndëgjimi e zonit, është në pyetje tani familjarë nëpër xhamia këtu dhe të afërmit e tyre. Dhe kjo i bën që në një farë forme të plotësohen edhe më, sepse ju mungon, do thotë xhamia ju mungon anena, po mendoj në Mërgat ka do që të shkojnë, për faktin se distanca e xhamive në Mërgat në Evropë ka do që shkojnë është e largë dhe shpesh ata për një kohë namazit shkojnë 20 km, 30 km, e këtu për shembull tek ne çdo punë është më pak se 1 kilometër. Edhe kjo i bën që më uni komod edhe me 100 pjesë e xhamisë. Dhe Hoxh, fetarisht si shihet kjo çështje? Sa është e rëndësishme që të shprehim mirënjohje për bashkëdhetarët tanë? Po, patjetër që kjo është pjesë e fesë tonë, do thotë dhe pëquj pjesë e kulturës tonë, sepse tani më kultura jonë është pjesë e fesë tonë, sepse kemi të bëjmë me shekuj që ne jemi besimtarë të fesë islame, dhe tani më është ngulit kjo dhe është bë, po themi, kulturë e shoqërisë tonë, të respektojmë të tjerët. Respektimi ndaj të tjerëve, respektimi i më të moshuarve, respektimi i familjes, farefisit, pastaj respektimi i musafirit, sepse Mërgata në një farë formës e tjetër janë dhe musafir, nga sa ata vinë disa ditë dhe kthehen prap, tani më po e quajnë vendlindje e dytë ose vendi i dytë ku ta jetojnë, e sidomos për gjeneratën e dytë dhe të tretë që kanë lindë atje, ata e konsiderojnë vend tyre nga sa aty jetojnë, shkollohen, prandaj dhe vinë si mysafir tek ne, sepse qëndrojnë një kohë të shkurtër, 1 javë, 2 javë, 3 javë kështu me radhë. Prandaj kjo është pjesë e fesë tonë që i ka dhënë një peshë të veçantë, feja jonë një rëndësi të veçantë respektimit të mysafirit, mikpritjes së mysafirit e kështu me radhë.
Prandaj, pastaj këtu kemi të bëjmë edhe me farefisni, përveç si mysafir kemi të bëjmë me farefisni në rujtjen e farefisnisë. Qoftë ne që jemi vendas këtu dhe i presim mërgatën, qoftë mërgata që vije këtu dhe forcon lidhjen farefisnore, pra është, po themi, një bashkëdyzim dhe interes i përbashkët edhe joni dhe i tyre, dhe këtë kjo ka bërë që ne tani me falë Allahut që kushtet ekonomike kemi më të mira se që kemi pasën të kaluarën, edhe pse po themi edhe në kohënat e vështira, shoqëria jonë, populli jonë i ka mirë prit mërgatën, e kujtojmë unë si i ri, e kujtoj shpesher ka ndodhë që në lagje, kur e kemi pas dikon mërgjimtar, kur i ka ardhë koha me shku, do thot atë mërëmje, e tërë lagja jenë të bu nodën e tyre, së në shtëpinë e tyre, të nesër në kanë dalë me i për cilë. Por në fakt edhe pritja e tyre është bërë edhe javë më parë. Patjetër. Do thot ma djenë të kalunën ku s'ka pas telefona në veçlije, kujtojmë edhe këtë si nostalgji, ka qenë që ai pari që ka marrë lajmin, që po vije, zakonisht ardha tyre ka qenë me avion ose me autobusa, dikush më herët u shu e ka lajmëru familjen, në këtë rast nënën më tepër, me gëzu, dhe ka pas edhe peshesh, ka pas edhe një dhurat aje, sidomos fëmijët, këto janë kujtesat e popullit tonë, këto kanë vazhdu, kanë ndryshuar, do thot qasja, modaliteti, por ajo është prezente. Hoxha, përmendet lidhjen familjare. Në këtë rast, me që edhe keni pasur vazhdimisht takime me bashkëdhetarët, kush nga ne tregohet më i përafërt për të ruajtur lidhjen? Janë bashkëdhetarët kur vinë, apo ne afrohemi më shumë me ta? Mendoj që ata vinë me pushu. Dhe ata vinë do kush urin gati më shumë lidhjeve familjare farefisnore? Po praktikisht ata vinë me majt lidhjet farefisnore. Kjo është realiteti. Sepse ata lëvizin, pra lëvizin prej vendit ku punojnë dhe jetojnë atje, vinë për me i majt lidhjet farefisnore, me i forcu lidhjet farefisnore, me i ripërtri lidhjet farefisnore, e kështu me radhë. Pra, në këtë rast, lavdata i takon atyre, sepse ata po mundohen, pra ndajnë nga koha e tyre. Tani më po themi, unë mendoj që do t'jemi të sinqert, ata tani kanë mundësinë me shkullën vene tjera për pushime, por kanë mundësi me përzgjedh, sidomos fëmijët e tyre gjenerata 2 dhe 3, por derisa e përzgjedhin si destinacion vendlindjen, qoftë princa e ngjall ose vendlindjen e prindërve, po flasim për gjeneratën e dytë, i bie që shkurt ata ndajnë kohë dhe mund për të ardhur, për të rru lidhjet farefisnore, për të marrë pjesë eventualisht në ndonjë aheng, në ndonjë dasëm, apo do thotë për të kaluar pushimin mirë përgjithshëm. Hoxha, e përmendë çështja e mirënjohjes dhe falënderimit është edhe në aspektin fetar shihet si kusht i falënderimit ndaj Allahut, pra kushtohet falënderimi ndaj Zotit me falënderimin ndaj njerëzve, apo jo? Do thotë kështu tekstualisht pejgamberi alayhis salam na ka mësuar, thotë ai që nuk i falënderon njerëzit, nuk i falënderon edhe Zotin. Në këtë rast i bie se ne jemi falënderues ndaj mërgatës, sepse ata janë nismetarët e vlerave që ne kemi. Po flasmi qoftë vlerat ekonomike, qoftë vlerat e lirisë, qoftë vlerat e sigurisë. Mendoj dhe ndoshta me, po e them kështu pa modesti, ata janë bekimi i shoqërisë tonë. Ata janë krenaria e shoqërisë tonë, sepse ata i majtën gjallë shkollat. Ata e mobilizun ushtrin qëllimtare të Kosovës. Ata ndërtun shtëpi dhe shkolla dhe xhami. Ata dhe vazhdojnë, do thotë të kontribuojnë tërë atë, po themi, pasurinë që grumbullojnë brenda vitit, duan të harxojnë këtu. Edhe nëse më i kanë përfunduar ndërtimet, pra duan që të investojnë në pushime këtu. Krejt kjo e me kuptu që ne duhet të jemi mirënjohës, sepse patjetër që disa prej tyre kanë dhënë jetën, kanë vdekur për atje, kanë shku për neve, nuk kanë shku vetëm për vetveten e tyre, e disa tjerë kanë dhënë pra shëndetin e tyre, disa tjerë apin pasurinë e kështu me radhë, pra do të jemi mirënjohës patjetër. Normalisht sepse vret edhe rritja ekonomike gjatë kohës kur janë mërgjimtarët. Patjetër, këta thonë gjithë tregtarët. Dhe hoxh, si e vlerësoni ju kontributin e mërgjimtarëve, apo në fakt ne si shoqëri, sa po e vlerësojmë kontributin e tyre që dhanë para pas luftës, por edhe tani? Bujar këtu ndoshta do t'i isha kthy pak në kohë,
për ta spjegu këtë çështje për audiencën dhe mërgatën që na përcjell, që tani kanë ndryshuar gjeneratat. Ndryshimi i gjeneratave mendoj që ndryshon edhe vlerësimi i gjërave, i çështjeve, i koncepteve, i mendimeve e kështu me radhë. Pra, ndoshta për gjeneratat e moshuara, kur kanë ardhur, po themi, para luftës, ju duket se ka pas ngrohtësi më shumë. Edhe kjo është në çdo mend, për faktin se në atë kohë i kanë pasur prind gjallë. Mo nuk i kanë prind gjallë. Në atë kohë ata kanë qenë tri dhe vëllezërit e tyre kanë qenë tri, ndoshta sot si kanë vëllezërit fare, i kanë vetëm nipat edhe mbesat. Dhe normal është që është një shkallë më lartë, ose është një ndryshim. Pastaj nëse përballen të dy gjeneratat, që i bie se gjenerata e parë veç ka vdek, dhe gjenerata këtu që i ka prit nuk janë më gjallë. Tani kemi të bëjmë me kusheri. Është krejtësisht normale që kemi të bëjmë me dy gjeneratat ndryshme. Pastaj kanë evolu gjërat. Mund të themi që është normale të shihen raporte më pak të ngrohta. Pra jo të ftohta, mos themi. Jo të ftohta. Vetëm se kanë ndryshuar qasja. Po themi shkurt dhe thjesht. Nëse dikush ka dalë në aeroport para 30 viteve me të prit, sot ka mundësi vetëm për një rast urgjent. Po edhe në stacion të autobusave nëse ka dalë. Pse? Sepse ka pas edhe arsye në atë kohë ashtu me ndodh. Nëse isha pyet pse? Për faktin se ardhja e një mërgjimtari para luftës ka qenë sfidë. Ka qenë sfidë sepse është ndalë në aeroport për të plaçkit, për ishte regjimit që ka qenë, pa fjalë për të plaçkit mërgjimtari. Dhe patjetër që familja e tij nuk kanë mujtë me bë gjumin rahat në ditë kur ka pas me ardhur një mërgjimtar, një familjar i tyre. Aq më tepër nëse ka pas me ardhur ai rrugës, pra me vetur, do thotë ka qenë një rrethanat kanë qenë më të vështira. Po gjithsesi më të vështira dhe kjo ka bën që pritjet jetë më ngrohtë, më dhimbshme kështu me radhë. Dhe tashmë nuk është kjo rrethanë dhe nuk mund ta vlerësoj mikpritjen në këtë formë. Unë mendoj kështu do duhet me kanalizu, për ndryshe unë e shfrytëzoj rastin kështu në mënyrë private, po dhe publike mi tregu që ne ju duam dhe ne ju çmojmë dhe ne ju vlerësojmë dhe krejt kjo bën që atë që po i bëjmë ne në xhaminë e Veternikut, po gjithandaj xhamive, jo vetëm ne, jep me kuptuar që këto po i bëjmë nga vullneti dhe nga dashuria që e kemi për ju dhe në një farë forme një lloj kompensimi, një lloj falënderimi për mundin që e keni bën dhe bëni. Pra nuk e harrojmë kontributin e tyre. Dhe në përgjithësi shoqëria jonë hoxh apo e shprehin mjaftueshëm mirënjohjen ndaj bashkëdhetarëve? Aty këtu mund të mungoj. Aty këtu mund të mungon, po unë mendoj që nëse s'flet gjuha, flet vepra. Pra, deri sa e kemi thonë viteve të kaluara, ndoshta po e ri përsëris, mbrapa çdo fabrike qëndron një mërgjimtar. Edhe nëse nuk flet pronari, flet objekti. Mbrapa çdo shtëpi të mirë dhe veture luksoze qëndron një mërgjimtar. Edhe nëse nuk flasin pronart, flet puna e tyre. Prandaj nuk harrohen dot, edhe pse të tillë janë pak që ndoshta nuk e shprehin gjuhësisht ose nuk janë falëndërues me gjuhë, por pjesa dërmuese janë mirënjohës dhe flasin fjalë të mira, fjalë miradije kështu me radhë. Madje ne jemi të thirrur që në çfarëdo situate ta e themi, do thotë jemi falëndërues dhe këtu po e përcjell një koncept kuranor. Zoti i Madhërisht në Kur'an bojar është interesant çështja e ka përshkruar çështjen e falënderimit. Thotë: "Wa qalilun min ibadi ash-shakur." Pak ka rob të mi falënderues. Pra që i bie se ky rregull, ky standard deri në kiamet ka me vazhdu. Pak ka njerëz falënderues. Pra, që kjo është esenca, por ne nuk do të presim më shumë. Po ka falënderues, ndoshta pritja është shumë e lartë, por ne do t'i ulmi pritshmëritë. Këtë rast mërgata, do të me i ul pritshmëritë edhe balancohemi. A duhet mërgjimtarin ta shohim vetëm si pushues apo si pjesë të shoqërisë? Jo, mërgjimtarët janë në familjet e tyre, mërgjimtarët janë familjarë tonë. Ai është vllai ynë, ai është agja ynë, ai është daja ynë, halla jonë, tezja jonë, e kështu me radhë. Ata janë familjarë tonë, ata nuk janë pushues këtu. Ata nuk do t'i trajtojmë sikur tani. Dhe praktikisht nuk pushojnë. Jo, ata kanë ardhur shkurt në vizitë, kanë ardhur për t'i kaluar disa ditë ose disa javë këtu tek ne. Ata në realitet e kanë kohën e pushimit. Po, në fakt, ata nuk rrinë. E keni vërejt mërgjimtarët janë më energjik se sa ne.
për shkak se i kap malli më shumë, i merr malli më shumë, janë do thotë kanë do thotë edhe i ka plën mërzia atje më shumë dhe vazhdimisht janë lëvizje për të vizituar, lëvizje për të eksploruar, lëvizje për të pasur çka ka ndryshim për vitit kalon këtë vit e kështu me radhë dhe krejt kjo po e bën që Kosova në muajt e pushimit është ndryshe. Pra ne edhe pse kemi po themi kolona më të gjata, po janë kolona të pritjes të këndshme. Dhe pikërisht edhe këtu desha të dalë, hoxha, duhet të kemi më shumë mirë kuptim në këtë rast. Patjetër që patjetër sepse ne i gëzohemi kjo çush më thon, po them kështu. Kjo është atmosfera, një prej elementeve të atmosferës. Sikurse po themi tash kolona e Khrushcheve. Ata bojnë kolona, mo ata janë të shku diçka për të mirë. Pra kështu po themi edhe këta e bojnë kolonë mirë, po këta kanë ardhur për të na gëzuar neve, kanë ardhur për t'ju bashkangjit këtyre vlerave që po i shijojmë tani. Nëse ka prej tyre mërgjimtarëve, siç e dim, secili ndoshta në familje dhe në rrethin e tij, që dikush prej mërgjimtarëve s'ka mujt me ardh 4 vite, 5 vite, ndoshta dikush edhe 10 vite, tani me që vinë disa herë gjatë vitit, ne i gëzohemi sepse vjen lehtë, vjen mirë, vjen i qetë, po dhe ata vinë mirë. Prandaj dhe kolona ose pritjet nuk lanë përshtypje negative, përkundërzi. Do thotë është një qasje mirë, është një po themi një pritje këndshme, sepse kalojmë qaste të mira me ta. Dhe vjen një moment kur edhe na mungojnë këto kolona të krijuara për këtë arsye. Hoxh, migrimi është një dukuri e madhe sociale. Po. Si duhet parë migrimin edhe fetarisht? Po tek ne në shoqërinë tonë, po flas mënyrë kronologjike ndoshta për pak çaste, migrimi ka filluar parafërsisht që nga shekulli 18. Dhe shekulli 19 është përshkruar me migrim të vazhdueshëm gjithandej globit, gjithandej botës, prej Afrikës, shteteve aziatike, evropiane, SBA-ve e kështu me radhë, do të thotë në vazhdimsi, sepse rrethonat kanë qenë të tilla, kanë qenë por rrethona imponuese, janë dëbu shoqëria jonë dhe unë mendoj që për këtë do të flasin ekspertë e fushës edhe më, sepse shpeshherë po harrohen ata që të paktën prej vitit 1878 dhunë shumë janë nxjerr prej viseve tona, prej trojeve tona ku kanë banu shqiptarët, ashtu që edhe dihet te molla e kuqe, e që po harrohet, po shkon duke harru kjo dhe po shkon të kur, do thotë biseda për territorin ku gjindemi, pra janë imponu të dalin dhunë shumë dhe kjo i ka bërë që disa të migrojnë, disa të bëjnë edhe hijret, pra migrim do thotë pa kthim, për shkak se ju ka imponu për ta praktikuar fen, për të qenë i lirë në jetën e përditshme, për ta ushtruar të drejtën e jetës së kështu me radhë, dhe në situata të tilla, gjithsesi do thotë këtë çështje e ka trajtuar feja islame si proces të jetës të lejuar. Pra kur personit i imponohet dalja nga vendi për arsye po themi të sigurisë, prandaj dhe koncepti ndryshe kundërta e kësaj i bie që Islami i ka dhënë në rëndësi të madhe çështjes së lirisë ose po themi integrimit të lirisë që individi dhe shoqëria me jetu të lirë. Dhe këtë e gjejmë për plot fakte, për shembull e gjejmë pikërisht e lutjet e para që i ka bërë Ibrahimi a.s. kur e ka vendos bashortën e tij Haxherën edhe voglushin e tij Ismailin a.s. si të vogël në Çabën e sotme në Mekë, një prej lutjeve të para që i ka bërë, o Zot, furnizoj në furnizimet e tua dhe epju të kanë liri, të jenë të lirë, të jenë të sigurt. Pra, siguria, liria, bën që individi, shoqëria të jetojnë mirë dhe mungesa e lirisë bën që njeriu të dalë nga vendi i tij, siç ka dalë edhe vetë pejgamberi alayhis salam, pra nga Mekka ka migruar në Medinë. Pra i bie që kjo ka ndodhur në të kaluarën deri vonë, po themi derisa ne e kemi fituar lirinë tonë, por jo domosdoshmërisht që do të vazhdon kur liria është prezente. Po derisa i kemi sot, falë Zotit, kushtet e mira
dhe jënë të plotësuar ndoshta kushtet, njeriu thot asnjëherë si plotësoj 100%, por nuk do duhej kështu të ishte një kërkesë, por fal Allahut që në vendin ton shoqëria jon asnjëherë nëse në kohë nuk i ka pas kushtet ekonomike më të mira, po edhe aspektin e lirisë, fal Zotit sot jo vetëm ne. Kështu ne kemi informacion edhe prej vizitorëve që na vizitojnë nga vendet të tjera në Kosovë, do thotë njihen shumë të lirë vendin ton, kur vinë për vizitë, atëherë i vjen që janë plotësu kushtet që ne të qëndrojmë vendin ton, por edhe mërgjimtarët të mësojnë vendin ton. Pra, ju mendoni se duhet të kthehen, apo të mendojnë në këtë drejtim? Megjithse përsëri migrimi mbetet legjitim. Patjetër, sipas rrethonave dhe veprave, sepse ne kemi migrim fetar, politik, të sigurisë kështu me radhë. Këto kemi shoqëria jon ka kaluar këto, po themin këto rrethona që dikush është për ndjek. Do thotë deri në kohë të luftës është për ndjek në forma të ndryshme. Mirë, po falë Zotit sot këto, për momentin, po themi ne nuk ekzistojnë. Po pse se ekzistojnë tani, nuk do të thotë që nuk do të ekzistojnë as në të ardhmen. Ndaj lutem që mos ketë rrethona të tilla që janë imponuese për të migruar, për të lëshuar vendin, por ne flasim për rrethona aktuale që janë, falë Zotit, në vendin tonë, në të gjitha segmentet e jetës, si nga aspekti jetesës ekonomik, si nga aspekti sigurisë, i punësimit, kushtet mendoj që janë të mira, mirëqenia është e mjaftueshme për një jetë komode. Dhe kjo ishte një ndër bisedat boshte atë ditë në xhamin tuaj nga mërgjimtarët të cilët e mendonin edhe çështjen e kthimit. Po ka të tillë, ka ne kemi prej xhamatit që kemi, do thotë pjesë në xhamin tonë që veç janë kthy viteve të fundit, do thotë prej vendeve të ndryshme, ka dhe të tillë që mendojnë kthimin, për faktin se tani me kanë plotësu, kështu ata ndihen, e kanë plotësu atë kriterin dhe arsyen për çka kanë migru, mirë po ka dhe tjerë që ndërlidhen me rrethona familjare, prandaj dhe kanë vështirë kthimin, sepse fëmijët janë të lidhur me shkollimin atje, me punësimin e kështu me radhë, prandaj në përgjithësi themi që janë lehtësu mundësitë ose mundësitë janë më të lehta për të vizituar. Pra, kur do në çfarë do forme, në çfarë do rrethane, në çfarë do kohe, prej çfarë do shteti evropian, brenda ditës mund vjetë secili prej mërgjimtarëve. Prandaj ndoshta një pjesë e tyne edhe kjo bën që nuk dojnë më u kthy, sepse thonë që ne këtu jemi. Gjeografikisht jemi në Evropë dhe më në 2 orëve jemi në Kosovë edhe për atë arsye vazhdojmë të tillë. Dhe ne tani të dashur miq do të ndjekim se çfarë kishin thënë disa prej tyre në bisedë sipër. Shumë si në vendin tonë. Në diasporë shkon mirë, shumë atje kemi aktivitete në xhami sa mirë, kalojmë atje. Po më vend tonë s'ka shkoj ka shkoj. Allah i shpërblet gjithë hoxhin e gjithë ta organizatorët, mi na pëlqej shumë. Po vim Kosovë për me majt farefisin, lidhe farefiset, për me vizitu familjen, për me vizitu hoxhëllart. Alhamdulillah, këtu i kemi që na vinë. Po sparo familja që kemi këtu edhe për dytja kemi islamin, elhamdulillah në Austri, që praktikojmë që na nxit edhe me majt lidhjen farefisnore, edhe elhamdulillah si për shkak të islamit edhe unë jem kthy prap me mësu Shqipën, ma mirë se sa kom ditë përpara, më spare të dashnia ndaj islamit, më ka shtijen më marr me Shqipën, gjuhën e shqiptarëve. Shumë më pëlqen këto mirë, kemi kalu. Organizimi është i mirë, faleminderit për juve këto. Besoj që është e duhur që edhe në vende të tjera me pas kësi organizime, sot janë shumë të mira. Është e dobishme po dobishme për neve edhe për gjithë edhe mërgjimtarët. Po që kemi aktivitete vazhdimisht, organizohemi ma shumë të vikendet, shtona dhe dilën, marrin pjesë me shumicë vllazni. Këtu kemi bëjmë një gjerata, zakonisht aty ku jem në Austri, shtunën kemi gjëratat me hoqën,
plus edhe dillën kemi me thmit, Hoxhamon, Koran, kështu edhe mësojnë leximin e Koranit. Vazhdojmë tutje të dashur miq, dhe hoxh, nga ajo që dëgjuam edhe nga bashkëdhetarët kanë treguar se aktiviteti në xhami vetëm në shqip i ka ndihmuar që ata edhe ta ruajnë gjuhën, ta ruajnë edhe kulturën dhe traditën shqipe. Sa është i rëndësishëm roli i xhamisë në këtë drejtim? Po patjetër, roli i xhamisë gjithandej vendit, edhe në vendin tonë është shumë i rëndësishëm, sepse është vend adhurimi në nështrimin ndaj Zotit të Madhërisht, por në kuadër të kësaj, në kuadër po themi të aktiviteteve fetare, janë pjesë aktuale dhe interesa tjera, segmente tjera të jetës. Në këtë rast i bie rujtja e kulturës, rujtja e gjuhës, lidhjet farefisnore kështu me radhë. Ne vazhdimisht kemi udhëtime, sikurse edhe shumë xhallar të tjerë pra në Evropë ku është mërgata jonë, dhe mund të them për të forcu pyetjen dhe realitetin që qëndron atje, se viteve të fundit edhe më poshtohet numri i xhamive. Dhe ne duhet të gjykojmë në ata që është reale, ata derisa kanë pa mërgata jonë, shqiptarët, që kanë nevojë për xhami, po investojnë në xhami, jo vetëm për të bërë numër, por është imediate. Po themi është imediate për faktin se para luftës të fundit, po flasim para viteve 2000, në Evropë ka pas klube ku jenë grumbullu shqiptarët. Jenë grumbullu për arsye të ndryshme, ka pas raste që kanë falë Xhuman dhe Bajramin, por kryesisht jenë grumbullu për të bisedu për rrethanat e kohës. Kanë grumbullu fonde, aktualitete të ngjashme. Ka kaluar e kohë dhe mbyll klubet. Dhe vetmet institucione që jenë duke e rujt, po themi fen, e që është emanet rujtja e fesë, dhe e rujnë gjuhën dhe kulturën është xhamia, nga se në xhamia tona, qoftë në Zvicër që kanë kalu në shifrën 100, po ashtu në Gjermani, është numri edhe më i madh i xhamive, dhe në Austri dhe në vendet e tjera evropiane, pastaj edhe në SBA, do thotë xhamit luajnë një rol shumë dimensional, pra të edukimit shpirtëror, të edukimit të brezave në aspektin kulturor, prandaj e keni vërejt festat tona që në vendore promovohen edhe në xhamia. Tubimet që kanë bajnë me vlerat e vendit tonë, 17 shkurtje dhe të tjera, promovohen edhe në xhamia. Jenë prezente dhe aktuale, që i bie se, pastaj çështja e gjuhës që është shumë e rëndësi, hoxhallarët atje, do thotë çdo kun në xhamiat e shqiptarëve flitet shqip, ligjërohet shqip. Pra edhe hutbja, ligjërata javore që është në ditën e Xhuman, ditën e premte, është në gjuhën shqipe. Aktivitetet janë në gjuhën shqipe, madje mësim besimi zhvillohet në gjuhën shqipe, dhe unë bisedat që kam me kolegët e mi me hoxhallarët atje, flasin tani që është një ndryshim i gjeneratave dhe po e kemi më të vështirë komunikimin për faktin se gjenerata e re komunikimin e ka në gjuhën e vendit, që i bie për shembull aty ku flitet gjermanishtja, në gjenerata e re është shkolluar dhe shkollohet në gjuhën gjermane, punon në gjuhën gjermane, kur vjen në xhami e flet gjuhën shqipe. Mirë po nuk është shqipja letrare, nuk është shqipja, do thotë, po themi e studimit. Megjithatë hoxhallarët, pra ka prej tyre që ja mëson abetarën e gjuhës shqipe, ka prej tyre që detaj mjaft interesant, pra e blen abetarën në Kosovë. Patjetër këtu e blen dhe ja shpërndan nxënësve. Kjo na ka ndodhur dhe neve kur kam qenë imam në kanton Sollëtur në Olten, do të thotë e kemi pas kriter të folurit shqip në xhami. Do thotë prej të moshuarve s'ka delim, po edhe për gjeneratën e re, me qëllim që të ruhen vlerat, të ruhet kultura, dhe kjo është vlera jone, nuk do duhet të njihej në siklet askush, madje mendoj edhe ata që kanë mendim ndryshe, bindje ndryshe në aspektin fetar, do duhet që të jenë mirënjohës për këtë punë që bëjnë hoxhallarët, pra hoxhallar shqiptar në Evropë ku ka xhamia shqiptarëve, sepse ruhen vlerat.
Dhe në anën tjetër, kur jemi të ruajtja e gjuhës, por edhe traditës shqiptare, çfarë këshille keni për prindrit që janë atje, lidhur me fëmijët e tyre? Ajo që mendoj, do thot prej praktikës që kemi dhe vizitave, ndejave, ligjëratave atje, patjetër që mendoj se prind duhet jenë më aktiv me fëmijët e tyre, duhet jenë më të socializuar. Mendoj që bisedat edhe në familje duhet jenë në gjuhën shqipe, sepse kam hasë edhe të tillë prind që thonë se jam i lumtur që fëmiu ka arrit ta flas gjuhën gjermane si një gjerman. Pra unë nuk e shoh këta shumë të arritur. Për faktin se ai është tu jetu për shkak në Zvicër ose në Gjermani dhe patjetër ai do ta mëson. Por gëzimi, lumturia dhe suksesi do të ishte ku ai fëmijë e ruan edhe gjuhën e nënës. E ruan për gjuhën shqipe me qëllim që të ruan komunikimin në radhë parë me prind, me familje, por edhe me vendin e tij, me farefisin e tij. Kështu që në mënyrë të përgjithshme hoxhallarët thrasin vazhdimisht në për tubimit që kanë atje, në për ligjërata, në për ahenge, vendet ndryshme, pra i bajnë ftesë prindërve, siç edhe unë shfrytëzoj rastin që prind ta shfrytëzojnë rastin të vinë më tepër me fëmijët e tyre në Kosovë. Edhe nëse fëmijët gjenata e dytë, e tretë, pra përzgjedhin ndonjë vend tjetër për pushime, do të ishte mirë, jo në mënyrë imponuese, por do të ishte mirë me josh që të vinë në vendlindje, sepse me një udhëtim ata fitojnë shumë. Pra, përmes një udhëtimi, ose do të thoja, koncepti i udhëtimit ndryshon qasjen, sepse ata tani më nuk janë udhëtar të rëndëmt, ata tani janë vizitor, ata bëjnë zjaret, siç një gjuhën e fesë, dhe për këtë ata shpërblehen. Pra, lodhin mundin që e kanë gjatë rrugtimit, ju paguhet e Zoti i Madhërisëm. Dhe në anën tjetër, kjo është një udhëtim për t'i forcuar lidhjet farefisnore, shpërblehen ekskluzivisht e Zoti i Madhërisëm. Përfitimi tjetër është përmes vizitës tyre e forcojnë gjuhën shqipe, sepse qëndrojnë 2 javë, 3 javë ose 1 muaj këtu, patjetër që edhe më qasja, do thotë përditshmëria, prania para njëri tjetrit e forcon gjuhën dhe ata kthehen me përplot vlera edhe një herë, pra vazhdojnë jetën e tyre atje, në një farë forme motivohen për një tardhje më të mirë. Dhe njëkohësisht hoxha është mundësia që të njohin më shumë edhe historinë edhe kulturën shqiptare në mënyrë që ta forcojnë më shumë edhe lidhjen me vendlindjen, apo jo? Kjo ka qenë edhe një prej arsyeve që ne kemi bë këtë, po themi, organizim xhamin ton, që t'i njoftojmë gjeneratën e re për kontributin e baballarëve tyre, paraardhësve tyre, po edhe për të parë realitetin se ku jemi ne, ku kemi qenë dhe ku jemi, ku kemi arrit dhe ku aspirojmë të arrijmë. Pra gjithsesi që është një shpalosje, po themi, e një historiografie të kaluar e cila ka kushtu, po falë Zotit që sot po e shijojmë. Për fund hoxh, një këshill shtesë dhe pse duhet ketë vazhdimisht organizime të tilla për mërgjimtarët? Mendoj që duhet ketë vazhdimisht organizime të tilla që t'i forcojmë edhe me lidhjet tona, pra familjare, farefisnore, dhe tjetë edhe një po themi një mirënjohje më fuqishme për ta, sepse çdo organizim ata i bën të ndihen më mirë, më të vlerësuar, motivohen për të ardhur dhe njëkohësisht është edhe një, po themi, një kompensim ndaj mundit tyre, lodhjes tyre, investimit tyre, sakrificës tyre kështu me radhë. Po ata që janë kthyer tashmë në vendlindje? Ata që janë kthyer i bartin vlerat e tyre për këtu. Dhe gjithsesi që ata do duhej mi përcjell mesazhet e tyre që ja vlen me u kthy. Ja vlen edhe për tjerë me u kthy. Tjetër, faleminderit shumë hoxh. Faleminderit. Dashur që këtu po mbaron biseda e sotme te këndi i diskutimit. Faleminderit shumë që na ndoqët, mirëmbëjtje.